mbyllur dera përfundimisht. Po kjo varet shumë tash edhe prej qasjes fituesit zgjedhjeve. Ata që e kanë flamurin e Bajrakun me shty tutje këtë proces, varet shumë prej qasjes e tyre. Në takimin e fundit janë marrë vesh mos me u takuma, sepse s'ka çka takohemi. Mirë, por në politikë normalisht çdo ditë është e vlefshme dhe mundet me sjell një risi të re, por bindja jonë është që nuk ka qasje pozitive për të arritur një zgjidhje. Kur s'ka zgjidhje, atëherë duhet shkojmë në zgjedhje. Sepse deri tash çka kemi pa ne, kemi pa një jo seriozitet të madh rreth këtij problemi ose kësaj çështje. Pra dhe qasja ka qenë krejtësisht jo serioze, e para është lënë krejtësisht minutat fundit edhe bisedat me u bë. Sikurse në atë rundin e parë para vendimit të gjykatës kushtetuese, sikurse edhe në këtë rundin e dytë të bisedave, qasja është krejtësisht neglizhente, nonshallante, edhe e pakuptimshme, thonë të drejtën për mendimin tonë. Çka nëse LDK-s ja ofrojnë presidentin? A ja vlen? Do të ishte një momentum krejtësisht i ri. Krejtësisht i ri. Nuk ka pas një bisedë të tillë deri tash. Deri tash është ofruar gjithçka, e asnjëherë në fakt posti presidentit, e për cilin kemi qenë në biseda dhe në tavolinë. Ne kemi thonë vazhdimsi edhe kryetari unë tash vonë. Qeveria është zgjedh. Kuvendi është konstituu dhe po funksionon. Tema për cilën ne kemi interesim